pra po e nis mbar, po e nisi mirë, do e nisa me Grida Dumën. Okej. Ka pasur disa veshje Grida, ka qëndruar sigurisht te kostumet, kostum me fund. Kryesisht është e prirur që në fushat zgjedhore ti të jesh më januar te një stil që është pak më business casual, pra më një kostum diçka pak më serioze. E bardha, roza, si mund të quhet kjo ngjyra? Po, është e kuqe, pra ka qenë një kombinim i kuqes në pink me një fund pak më të hapur. Dhe kombinimi të ngjyrave një ngjyrë tjetër ka qenë bezhe, kafja satinje, më mirë ngjyrat për të identifikuar dhe një fund i zi. Ma komentoi çik ma analizoj pak Gridën. Në një lloj linje apo në një drejtës lineare, dhe ti kur e shikon Gridën me këtë look, thua që ky është looku i fushatës zgjedhore. Pra Grida nuk para vesh xhaketa me rip në bel kur ka emisionin e vet Top Story, dhe kjo ishte një touch i vogël që e bëri një diferencë shumë të dukshme për sa i përket fushatës zgjedhore dhe i dha rëndësinë e duhur, sepse përveç faktit që është veshur shumë bukur, kanë qenë edhe brende kryesisht, pra ka qenë Elizabeta Franki. Pra ka pasur disa brende interesante që ajo i ka bërë. Nëse mund të përmendim çfarë brende është. Pastaj Elizabeta Franki ka mbizotruar, pra që ka qenë kryesisht te pjesa e ripit edhe ishte më e dukshme, le të themi. Pastaj nga ana tjetër Cinderella ishte. Po pse jo ndalim edhe pak te Grida, përpara se shkojmë te Cinderella. Pse zgjodhi Grida ato ngjyra? Se unë domethënë ajo sigurisht gjithmonë i jep rëndësi veshjes, unë po e ndiqa edhe kur intervistoi zotin Rama dhe kur intervistoi zotin Berisha, detajin e spilës. E spilës këtu të kuq nuk e hoqi, por ngjyrat ndryshojnë nga kryeministri tek ish kryeministri. Në këto gati 3 ditë të rastit një maraton, si të duken zgjedhjet e Gridës strategjike? Grida nuk zgënjen kur me veshjet. Pra, nëse është një personazh që unë do mendohesha 2 herë për t'i dhënë një këshill për veshjen, do ishte pikërisht Grida, se mendoj që do ma mbyllte gojën shumë shpejt. Pra, do më thoshte, unë e njoh veten time shumë mirë, edhe di shumë mirë pikat e mia të forta, dhe realisht e transmeton këtë energjinë nëpërmjet ngjyrave që zgjedh, nëpërmjet apo edhe lookut, make-upit, flokut edhe çdo gjë tjetër që e kompleton outfitin. Ajo është e di shumë mirë, e njeh shumë mirë veten e vet dhe është mendoj që do ishte shumë jo e duhur që unë të komentoja diçka që nuk shkon shumë te Grida. Është njerëzore edhe. Po pra, e kuptoj, po që i pranon sugjerimet. Patjetër, po është shumë e vështirë të gabojnë në veshjet e saj. Pra nuk para. Vërtet në fakt